Profesionin tim do ta ushtroj me ndërgjegje, me dinjitet. Shëndeti pacientit tim do të jetë brenga ime më e madhe. Do t'i respektoj e do t'i ruaj fshehtësitë e atij që do të më rrëfehet. Do të ruaj me gjithë forcat e mia nderin e traditës fisnike të profesionit të mjekësisë. Besoj e morë vesh se për kë bëhet fjala, po? Për betimin e atij Hipokratit. Është një farë betimi që mjekët bëjnë në momentin që vendosin që ta ushtrojnë këtë profesion. Këto, në mos gaboj këto javë, këto ditë ka qenë dita e infermierisë. Brenda mjekësisë është, sot do të flasim për rryshfetet dhe konkretisht rryshfetet në spitalin e Kukësit. Me që të dy kemi në total mbi 32-3 smundje, i bie që rrjedhimisht kemi pas kontakte të shpeshta me 31 nga cilat e ke ti. 31 kam unë, 2 ke. Një ndonjë që mendon që mund mos ketë lënë rryshfet. Bro, këtë do shatoja. Për ty po e marr të mirë qenë që i ke thënë. Jo, kur s'ka qenë kontrolli dhe aq i fortë, mbaj mend kur vata pa një fshatar, që domethënë kishtar nga fshati dalloi, edhe po përpiqet të jepte doktorit një 10. Edhe ai tha, "Mo, që ja cullë." Edhe që ja cullë, edhe mbojnë shumë përshtypje se s'ka qenë kontroll i lartë, mund të ti kishte marrë edhe e mban mend këtë doktorin kush është, ta them. Jo, nuk e mbaj mend doktorin, as nuk e njoh, se nuk është se njoh shumë njerëz aty. Ato nuk është se jam me emër. Por që mboni shumë përshtypje sepse s'para ndodh. I marrin, shumica e marrin. Ose duhet ta ketë njoh personalisht atë. Po, atë mund ta ketë njoh. Edhe e di se çfarë gjendje ka, nuk i kam marrë. Po që më bënin shumë përshtypje, ka qenë hera fundit që unë kam parë një akt të tillë. Nga një mjek. Nga një mjek një Kukës, ndoshta ndodhin, po unë s'kam qenë prezant për ta për ta parë cullëve, nuk i mori vet. Se zakonisht thon, jo atë atë hapin xhepin. Dy e vetmja gjë që hapin xhepin. Ta pronzi me stil. Jo. Është ky xhepi i paltos bardh. Është nuk e di. Unë kam pas qenë i përfshirë me një nga këto aktet e korrupsionit, rrushfeteve. Kur kam qenë, besoj në gjimnaz ose nga klasa e 9, kemi qenë 3 shok, edhe po shkonim që të vizitohej njëri nga ato, edhe ai kishte marrë një gjysmë 10.000 lekë, edhe ai kishte mbështjell. Domethënë, nuk ishte si ishte tamam. Po pra. Edhe tha do t'ja jap këtë që të marrë me sy të mirë. Pra ai do bëj 2-3 vizita kështu shumë thjeshta që s'kishte nevojë për ndaj për kujdeset të madhe, po kam përshtypjen që i dukej cool, siç themi ne, që t'japësh kështu rryshfet. Edhe shkojmë ne, bëjmë vizitat, ja jep ai 10 për gjysmë që ishte. Doktori sy dritë, u kënaq. Edhe bëm vizitat, ishin vizita shumë thjeshta, nuk kishim nevojë realisht. Po që ka shumë gjasa që doktorin në fund pastaj fare as nuk e ka dalluar se kush ja ka dhënë atë, se duhet të thotë shumë. Kur ka bën fund atë inventar. Se di kush ja ka dhënë. Nuk e di kush ja ka dhënë. Nëse thotë ti që këtë ditë që o e grua. Që s'na bën punë. Kështu që keni shpëtuar mirë. Fikseve, nuk e ka dalluar. Nuk e ka dalluar se normal, nuk i hap lekat, nuk i hap lekët aty, mund t'i japësh edhe lek fallse edhe si hap aty. Që isha ndu me lënë. Ndasë me ndu me lënë lek falcë. Ti është i futa ajo shporta. Edhe hajde. Shikojnë edhe episodin e dasmave, që kemi folë për dasmat. Për ju që se keni parë, shikojnë se është shper. A mendon që po t'i japësh rryshfet lek një doktorit të shërben më mirë? Po kjo është ideja, më. Kjo është ideja, domethënë. Kjo është ideja rryshfeti prandaj jep. Domethënë. A mendon që sasia e lekëve që ti jep ose nuk jep ndikon në performancë? Ndikon edhe tek receta? Receta nuk e di se unë kam edhe një shoqe që është përfarmaci dhe më ka treguar sa gjona që unë nuk i kam ditë. Ka raste që japin ilaçe të përafërta, po jo ilaçin më efektiv, e japin thjesht sepse është afër datës skadencës. Edhe e japin ilaçin ashtu. Ka raste që doktorët kanë lidhje me farmacit afër spitalit edhe duan të shesin ilaçe, të japin ilaçe që s'kan efekte të forta anësore, por që prap nuk janë për atë që ke ti. Thjesht mund të jenë edhe vitamina. Thjesht sa për të harxuar lek ti. Kjo është ideja. Por që te pjesa e rryshfetit nuk e di nëse ndikon te pjesa e recetës, po te pjesa e shërbimit jam i bindur. Se unë vet kur jam pas bë operacion, kam pas dhënë 50, kështu për çef.
Për qef. Po, do të thënë thjesht për si tip bakshishi, si tip bonus. Nani 50. Ja dhe një personi apo ndalë? Jo, edhe Apo cajt se i ndajmë. doktorët, edhe ai morë kështu. Pa e mendu dirë. Po flasim për periudhën kur futi ky Rama shëndetësinë falas. Falas ka qenë gjithmonë shëndetësi. Do të thënë si koncept se falas ka qenë po. A mendon që paga e ulët e mjekëve është një arsye pse mjekët marrin rishfet sot? Unë mbaj mend më lejo të ndaj një histori, një miku që ishte i njohur, po them, drejtor me një spital këtu në Shqipëri dhe iku emigroi për Gjermani. Atje u detyroi që të vazhdoi shkollën, përveç se u deshën në total një 7 vite për të bërë mjek atje. Pasi doli mjek, ju duksa pas ka humbur kokot dhe i referohej pagës që merret atje dhe të ardhurave në fund total. Pra që në Sa merret atje më? Nuk e di sa mund të ketë marrë, po me të ardhurat që merrte këtu, bashkë me sigurisht me rishfetet e tjera, i shkonte 2-3 fish në Shqipëri, domethënë. Më shumë po më shumë në Shqipëri se sa atje. Pa mirë, vetë llogarisën këtë pjesën e korrupsionit. Sepse atje nuk ke shans që t'japësh rishfet, domethënë, nuk ndodh. Një pasur jep lek, jep 10, 20, 50. Një varfër, e di se si i jep rishfet doktorit. E heq një thes mill. E di që shkojnë me kavanoz mjalt me kështu. Me kavanoz mjalt? Shkojnë me mjalt. Ose me djath. Ose me qese me mish. Me djath, kos fshati. Kos këto. Flenë edhe nga këto. Bën një Ja u flir lejnë aty te bagazhi. Na çelsa çka po te bagazhi. Ka të komodina kështu për druri. Cili departament mendon që merr më shumë rishfet? Otolaringologjia, kirurgjia? Nuk e di, përse unë nuk jam kështu frekuentues i madh i spitaleve. Unë nëse jam në gjendje që duhet shkoj aty patjetër me barel ose me një shoqërues, unë shkoj. Unë nuk shkoj asnjëherë ku kam shqetësime si dhimbje koke, dhimbje shpine, jo. Do t'rregoj një histori për këtë. Në spitalit Kukësit. Shkon njëri dhe ishte aty në katë parë të urgjenca. E thotë doktor, jam smut. Edhe s'po ja përmend emrin doktorit. Nuk është më aty. Dhe i thotë doktor, jam smut. Po çka ke ti dukesh shumë mirë. Shikonte kështu në këmbë, ishte vet mirë. Në këmbë me dur. Ishte shumë mirë. Sa po ti dukesh shumë mirë, çfarë problemi ke? E ky thotë, o në do më po përplasësh. Nuk të duk keqe, kërë më shtruar. Se doktorat kështu mendojnë, një gjendje të keqe të pacientit është vetëm ai që nuk ecën dot në këmbë. Jo, më se unë para ca ditë vesha te doktorë dhe kisha ca konsulte kështu të tipit, si e ke gjumin, gjona edhe për pjesën emocionale në pyesta, kupton. Është shumë mirë. Çfarë po pra, si e ke jetën, na mendon shumë. Desha më bëj pyetje drejt për drejt për bëj lej. Cili spitali Kukësit Hajde bëj. Bëj. Është 3 kat? Spitali 2 kat, 3 kat. 3 kat. 3 kat. 3 kat. Cili kat mendon që merr më shumë rishfet? Unë vetëm në kat 3 kam qenë kështu. I shtrum. Po kam vurë edhe këtë që doja ta thoja, po si lante kjo pastrusja më burr. Me një ujë gjithë dhoma, domethënë nuk e ndronte ujin fare. Kalon të gjithë departamentin. Po, ishte uji aty zi. Ishte uji aty zi, seriozisht, te kova dhe vinte afër meje, e pastronte. Po që seriozisht, sa që është detyru mami, është detyru, ka la vetë. Ka plot me ato, edhe marrin edhe çarçaft, edhe bataniet. Edhe raste po që skandaloza, por janë shumë kushte të këqija. Ato që i kanë thënë. Domethënë si kanë, domethënë guxime dhe kërkojnë. Kështu, po e çojmë domethënë rishfetin, po e çojmë bakshish. Po marrim sikur është një bonus për shërbimin. Si kanë guxime dhe kërkojnë diçka të tillë kur shërbimi është cop. Kushtet janë skandaloze aty. Nuk vinë shumë rrallë. Por e çarçaft që janë me shumë me ca ose me vrima, me ca njolla. Po, janë ca njolla kaf, po. Janë këto. Duket sikur po dekompozohet. Që i la. Po çe lule. Reale nuk gati për çe lule myshk. Një dinosaur i vogël te komod. Krijon specie të reja aty në spital.
Nuk e... Po jo, janë nga që lahen shumë, edhe nga që ka lëvizje shumë, tash për të përballuar fluksin e madh të pacientave i duhet për mi ngrohtë dhe i vend të kaloriferit të këto dhe të kaloriferit kjo gjithmonë kjo gjyra. Po, si e verë që si që kapsët kalorifer duket si. me rezistencë, me thënë, do ta merr rezistencën nga shtëpia. Bile mundësisht të vinte edhe me faturën e dritave për dhomën tënde që ke harxhuar aty. Po Edhe këtë, edhe kjo na duhet. Po më dhem shumë qafa. Po kush është fizioterapisti për këtë? Kam mbi 29 smundje në trup dhe mbi 40% këtyre e kam sigur që e kam nga që s'kam dhënë rreshfet. Jo, 29 smundje nuk Mbi janë 29. shumë. Mund të kesh më shumë edhe nuk e di. Jo, Se njeriu ka shumë shumë jam të bakteri. konfirmuar, jam të konfirmuar deri Okay. tash. Një ndër to 29. është e fundit fare është kjo e skoliozë ose qafë. Skoliozë. Nuk e di se Nuk e ku di. më shku. Pse duhet e kesh vënë re, pse shumica e doktorëve nuk kanë sens humor. Unë gjithmonë tentoj me bën ndonjë batut përfundoj si smurë si çik. Po nga që janë shumë objektiv ato. Ti bën një batuta i thot humori vjen nga këto hormonet. E di sepse po i bën këto ti ja kupton. Ta bën analizën se çaj do menu ti kur Humori jot është paçi shtrenjtë për sa çafa jo. Është. Po plus kanë shumë intelekt doktorët, nuk S'kan kanë me kohë, humorin ton. Po s'kan as kohë humor me humorin Ton. një pacienti. Pacient të bë humor. Po pra, ti je në hallë dhe vjen më humor. Ai është normal. Po pra. Ti duhet të jesh shumë i mërzit. Ja caru, mi stresu. Edhe shkoj bë humor me doktorin. Po imagjinoj doktori sa i lodha më është të ngjoj batutat e tua. Ti shkosh për shembull doktor jam me Kam pa edhe doktorë që janë shumë kështu sportiv. Janë shumë çkallë kështu, flasin, komunikojnë, bëjnë edhe vetë kështu në batutë, në humor. Kalojnë mirë. Që varet nga, shiko, se s'ka të bëjë te pjesa e profesionit se çai, ha, ka të bëjë edhe te personi vetë. ja edhe ky kolli për shembull. Është një smundje re, ja po është në. Jo, Tash në 30 to. është vjetër fare. Po, nuse se e folëm edhe te këto, te emisioni i shkuar, lekët i vendosen në momentin kur del vallja e dhëndrit me nusën, edhe përgjithsisht i vendosen këtu përpara të bust. Për doktorët, kur është momenti më i mirë me i dhënë lek, edhe ku? Po zakonisht i afrohesh shumë, sikur po i thu diçka. Edhe gjithmonë të xhepi Ti afro më shumë çfarë? të xhepi thith kam. Doktorët kanë gjithmonë dy gjep. Po pra kanë xhepi, një për rushfet, një për stilapsin. Një me majt atë blokun e recetave që s'ka lidhje asnjëherë me recetat. Shkrimi i doktorit, o plak, shkrimi i doktorit është bë për t'ia vështirësuar punën farmacistave, se duket shumë e thjeshtë puna e farmacistit. Thjesht ide, ke mësuar ilaçet për meç. Sa ato që mëson në shkollë, ato që mëson. Farmacistat punojnë me hamendësim, asnjëherë nuk punojnë. Po pra, ato që mësojnë në shkollë sikur si hyn punë, un kam dy shok farmacista, nuk i hyn, thon, çdo gjë që kemi mësuar aty 5 vjet as si gjë nuk bëjmë aty. Thjesht mësojmë ilaçet për menç, efektet anësore dhe i shesim. Si më qenë të shit market. Aq e thjesht. Dhe doktorët tani për inat. Ja vjen një shkrim kështu skandaloz që të kenë dhënë sa vështirësi. Jo, ai ke vure te recetat për shembull, që të lëshon doktori çdo lloj spitali tjetër, edhe në Tiranë, në Kukës, zakonisht kanë një model recete që s'ka lidhje, nuk është formati i spitalit, kupton? Ose ka një kodramol ose ne kështu ose të kodave në mandat arktik, se ku e ka marrë, për shembull, të shumica në gjë, vetëm e pret, frap, dva ka pjesën e emrit mbi emër, moshën, edhe ilaçet. Ndorë jep me lek doktorit? Ja, është pa edukat. Është pa edukat. Po, imagjino jep dorë nuk ti merr. Nuk ti merr. I bën, jo, ç'është kjo, domethënë po më ofendon nga këto me shty. Kurse kur ja fut në xhep bën sikur se shef. Kalon. Nuk ndërën fare. Po, bën sikur janë tu e thirr, ika. Hop telefoni, i vllakot të dy dorë. Me telefon si s'kam gjon dorë, kupton. Më fal, ose janë një model doktorësh, është shumë interesant kur shkon ti me i dhënë lek. E dallon, domethënë pak përpara edhe hap shkon te qezma direkt, e hap ti la duart. Te la duart e kur hap. E thot, vazhdo, fut. Fut te xhepat se në momentin që lan duart edhe përkulet pak, edhe përpara si ja lakohet, edhe është shumë e lirë. Domethënë është fiks xhepi, është
krijon Është si ato. shesh edhe vetëm shiko se eksperienca, do të thonë ato kanë vite që marrin apo edhe din teknikat. Edhe vetë po jo. Pacientët i kanë mësuar teknikat mirë. Se domethënë edhe ti kur je i ri në rushfet, pyet një shok. Ore si t'ja jap, domethënë si mos dalë keq fare. A mos kanë kamerë këto Po, momentin e dhënies lekëve. E ke vore për shkak që doktorët nuk të shohin asnjëherë në sy. Po kjo është ideja, se gjëra i ndodhi pa e kuptuar. E shohin si keq, pa dashur. Kur nuk e kam pa një doktor në sy të thonë lek. Ore po ti do doja shumë. Ti vet ku i di këto raste? Unë faktikisht kam një shok, gjithmonë një shok. Edhe shok i kam shumë tepër edhe A dhe pyes për një shok, gjithmonë është ai shoku që është një shok që i ka përjetu. Ti vetë s'ke dhënë asnjëherë. Është një shok që t'nimon. Orhan Pamuk apo Pambuk? Pambuk. Që të mos bëjmë si dialektore, ka Pambuk. Pambuk. Kush e ka thënë këtë Pambuk? A se ka thënë kush? Orhan. Se e kam dëgjuar si kështu që Orhan Pambuku. Pambuk e tha di. Kur ka marrë çmimin Nobel. Po. Mes të tjerave ka thonë që do doja shumë që edhe 30 vitet e ardhshme të shkruaja romane, sepse më pëlqen kjo gjë, fakti të qenurit shkrimtar, sepse ti je shkrimtar, do të thosh ta bësh tjetrin të mendoj që edhe unë desha ta them ato, po desha me ngjasi fëmijë. E për të shkruash edhe. Interesant. Jo, ka shumë njerëz që pse e thash këtë me çfarë desha me Eli, se e humba. Me çfarë desha me Eli? Se di. Pasat, po pat lidhje me diçka, më kështu që kur ta mbarojmë kur ta mbarojmë misionin, do i kthehemi. Do i kthehemi edhe do kuptojmë që do ketë lidhje me të fundit që kemi pas. Jo po e prej. Do pritet fort. Se kanë nxjerr punë. Kanë nxjerr punë e bre. Mos kishte lidhje me këto të pamit në sy. Pritet do ta di. Se kjo ideja me të panë sy po më vdes me duket që e ndjejnë fajin, e ke përsëri që po bëjnë një faj dhe nuk të shen sy, se ti tjetrin nuk e shen sy kur nuk ke siguri, kur e di që je gabim, ke bërë diçka jo të drejtë, ke thyr etikën, domethënë kjo është forca e kontaktit me sy edhe mesazhi. Shëndetje, ti përmend çfarë edhe komunikimin me disa doktorë që ke pas këtu në Tiranë, kryeqytet. Po, flas, më mohabet me to, janë shumë interesant. A e di se sa është koha mesatare që një doktor shqiptar i kushton një pacienti? Besoj është diku te 2-3 minuta. Po. Jo më shumë se aq. Mesatare thu. Koha mesatare. Unë kur vizitova tani që mora 1-2-3 rekomandime, kam ne diku te 20 minuta. Duke fol, duke tregu problemet e mia, më thoshte, po normal se ka edhe radhë. Ka edhe radhë, edhe po të rish nga 20 minuta me gjithë secilin. Ka dhe shumë të smurt. Po pret ai tjetër me dorë të barku. Ti të bëj mohabet. Po e ke vure për shemb edhe është edhe një detaj, një fakt interesant. Nuk e di nëse kam pa në spitale të tjera, në spitalin e Kuksit, që spitali i Kuksit brenda ambientit të rrethimit të tij ka edhe një bar. Ke vënë që shkojnë doktorët shpesh aty qëndrojnë shumë. Po edhe nuk shkojmë te zyra, shkojmë te lokale. Dhe ajo është zyra qendrore. Aty është recepcion. Zakonisht kështu, po pra. Nisesh një herë, shkon te lokali. Pastaj post çet te lokali, duhet jetë te zyra. Në recepcion, që është kamaier. Po. Ha mos ka kalu filan doktor. Jo, parë, s'ka ikë. Jo. Po e rrin shumë atje. Kam pas do të doktorët për shembull në spitalit Kuksit kanë një kontratë pune me burime njerëzore për shembull në spitalit, që është domethënë përcakton detyrat, përgjegjësi, orarin e punës. Po doktori duhet të jetë në zyrë, për aq kohë sa është në orar të punës, nuk besoj që ekziston një kohë pushimi, besoj gjysmore ose një orë, dhe kaq. Po besoj që një doktor për shembull mund të shtrij aty te lokali pacientin, ta bëj burime me kamaier. Bjema bisturinë e bje lukën e kafës. Ka bër? Jo më këta bisturinë. Kapet e... Për vlo ma pak që të... Ta e banokët. Po bra.
Ndodh. Ka ndodh. Mu për shembull ka qellu. Mu për shembull ka qellu që kam shku, se kam gjetë doktorin te spitali. Se kam gjetë doktorin te spitali. Po, Ndodh kjo Kam operacion. ajer janë nish për anestezi lokale. Me disa mirë ta vënë. Po kjo pjesë E kam dorën në kur jam bë operacion. Unë më thoj që kam qenë një herë, kam bërë grafi për shembull. Edhe doktorin se kam gjetë pastaj aty dhe kam vajt sigurisht te lokali. Edhe Po ky është gabimi. I ulëm. Ky është gabimi. Po Ti duhet nuk të e kishe shku gjeja te lokalin. diku fillim. tjetër apo. Po Te lokalin fillim, pastaj te që të mos humbi ajo, po ne e kisha bërë sepse aty janë pajisjet apo se nuk i zhvendosim dot edhe pajisjet e radiografisë, skanerat e lokalit. Si janë shumë. Dhe shkoj aty, e që vërësisht e kapi doktori grafin edhe e drejtoj ka dritarja e lokalit. Se një të drita, po. Po pra ashtu E, është, po, majme. Ku ta thuj kocka. Edhe mund ka edhe do kështu, diçka. Mirë, është e drejtoj dhe nga dritarja e lokalit. Për shembull, s'do të thonë gjë, s'ka lidhje po të jetë ambienti ndriçuar me neone, çajin këto llampa të tjera që duken kështu si të bukura. S'ka lidhje. Jo, mos çfarë. Po mirë, po përderisa është eficient dhe kryen punën, është okay. S'ka lidhje. Se unë jam kështu tipi çrregull të vetë, jam artist edhe ja toleroj edhe një doktor. Përderisa e bën punën, Ç'a ishe? artist. Mos kesh Shkote një doktor. Te lokali. se Jo në ka... seriozisht unë kam bërë një vizitë te lokali aty që është në ngjit. Sa Mal, herë ma, që janë aty. ato kanxhe, aty më kam bërë vizitë. Kam çu grafin aty. Vizita ato shoh. Ishte i tha bëma një tek, i tha ka marru. Kishte marru ky domethënë. A unë zeve të këtë, që hik. Hik më Filloi shumë. të po aty ishte ju dritë dora, i ke fleta sak në ta ske kur gjë. Tash kam thyr dorë, no doktor. Do më pa për flakë. Po fikse pas ka thonë. Shkon shumë. Po që ndodh. Edhe pin. Edhe pin, është të mërshëm. Po, doktor. Jemi në mëshirën e fatit. Jemi shumë e fat që jetojmë. Imagjino, me pije me dhënë me pje kube. Me dhënë recetë, shumë e fortë. Atëherë, Ta mbyllim? tani, jo atëherë, tani po e mbyllim. Ne premtohemi solemnisht se optikën tonë do e ruajmë dhe drejtojmë drejt qosheve. Dhe se shëndeti i shoqërisë do të jetë brenga jonë më e madhe.